Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme, kur në tregun e brendshëm valutor vjen re ndryshimet vogla në këmbimin e monedhave në raport me lekun, ndërsa në tregje ndërkombëtare vjet re forcimi i dollarit amerikan, një rritje ndjeshme të çmimeve të naftës, por njëkohësisht edhe një kujdes i lartë nga ana e investitorëve, pikërisht për shkak se presidenti amerikan Donald Trump e ka refuzuar ofertën e bërë nga Irani në lidhje me përpjekjet për një marrëveshje për paqe. Presidenti amerikan Donald Trump në një postim në Truth Social ka deklaruar se propozimet e reja të Iranit janë papranueshme nga administrata amerikane. Kjo ka rikthyer frikën për rifillimin e sulmeve, e bombardimeve, kjo edhe për faktin se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se lufta me Iranin nuk ka përfunduar ende. Përjedhoi janë shtuar zërat, janë shtuar njëkohësisht mundësitë për rifillimin e sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit kundrejt Iranit, por njëkohësisht padyshim që pritet edhe kundër përgjigja e Teheranit zyrtar. Për këtë arsye, investitorët po tregojnë të kujdesshëm, fillimisht në tregun e brendshëm valutor, sigurisht se mund ta shohim dollari ka humbur 0.04% të vlerës në raport me lekun, mesatarisht këmbehet me 81.09 lek, euro ka rënë me 0.09%, në këtë mënyrë moneda europiane ka regjistruar një nivel të ri rekord në tregun e brendshëm në 95.44 lek. Presioni pritet që të jetë më i madh mbi monedhën europiane në 3 muajt e verës, kur fluksi i hyrjeve të valutës në ekonominë tonë është shumë më i lartë, pikërisht për shkak të numrit të lartë të turistëve. Paundi britanik është në rënje me 0.11%, këmbehet me 110.4 lek, franga zvicerane ka rënë me 0.13% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 104.27 lek, jeni japonez gjithashtu ka rënë me 0.12%, këmbehet me 51.77 për çdo 100 lek, ndërsa dollari australian ka humbur 0.22% të vlerës, këmbehet me 58.68 lek, ndërkohë dollari kanadez është në rënje me 0.14%, këmbehet në 59.42 lek. Korona suedeze është në rënje të lehtë me 0.02%, këmbehet me 8.8 lek, dhe ajo norvegjeze këmbehet pak a shumë në të njëjtin nivel në 8.79 lek, në rënje të lehtë me 0.01%. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, referuar dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat do të përditësohen rreth mesditës, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re një forcim i dollarit amerikan. Arsye kryesore është pikërisht preferenca e investitorëve për asetet e sigurta, ku bën pjesë edhe monedha e gjelbërt për shkak të frikës se Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të rikthehen sërish konfliktit, sepse përpjekjet diplomatike nuk po japin rezultat. Irani ka bërë një propozim të dytë kundrejt Washingtonit, i cili nuk është pranuar, është refuzuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një postim në Truth Social, ai ka deklaruar se propozimi i Teheranit është tërësisht i papranueshëm, ndërsa janë shtuar edhe shanset për rifillimin e konfliktit. Euro ka humbur 0.14% të vlerës në raport me dollarin amerikan, mesatarisht një euro këmbehet me 1.1768 dollar. Në raport me dollarin, paundi është në rënje me 0.25%, këmbehet me 1.3598 dollar. Për ballë frangës, dollari ka fituar 0.21% të vlerës, këmbehet me 0.7779 franga. Dollari australian është në rënje me 0.07%, këmbehet me 0.7239 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka fituar 0.01% të vlerës, këmbehet me 0.7313 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari është në rritje me 0.26%, këmbehet mesatarisht shumë pra nivelit të 157 jenve. Ndërkohë investitorët, përveç zhvillimeve që kanë bëjnë me luftën në lindjen e mesme, po presin njëkohësisht edhe dhënat që do të publikohen më vonë gjatë javës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht mjaft i rëndësishëm do të jetë edhe reagimi i investitorëve kundrejt
sinjaleve apo informacioneve që vinë dhe që kanë të bëjnë me konfliktin në lindjen e mesme. Në tregun e kriptomonedave vjetre, një performancë mikse në sesionin e sotëm, Bitcoin është rritur lehtë me 0.14% dhe kuotohet në 80.793.09 dolar. Ethereum gjithashtu është rritur lehtë me 0.12% të vlerës kuotohet në 2.331.82 dolar. Ripple ka rënë me 0.22%, këmbehet me 1.2468 dolar, ndërkohë Litecoin është rritur me 0.65% të vlerës, këmbehet me 58.76 dolar dhe Bitcoin Cash është në rënje me 2.16%, realizon humbjet më të mëdha dhe kuotohet në 450.38 dolar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje të konsiderueshme në sesionin e sotëm, pikërisht për shkak të refuzimit që presidenti Amerikan Donald Trump i bëri propozimit të Teheranit për t'i dhënë fund luftës. Njëkohësisht, çmimet e naftës u mbështetën edhe nga deklarata e bërë ditën e diel nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili paralajmëroi se konflikti me Iranin nuk ka përfunduar ende, duke rritur shqetësimet se tensionet në lindjen e mesme mund të përshkallëzohen më tej, që mund të kërcënojnë njëkohësisht edhe furnizimin e botës me naftë dhe me benzinë, por gjithashtu edhe me produkte të tjera. Nafta Brent e Londrës dhe nafta bruto amerikane janë rritur me mbi 40% që kur filloi konflikti midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në njërin anë dhe Iranit në anën tjetër, që nga 28 shkurtit çmimet kanë fituar mbi 40% të vlerës. Në këtë mënyrë, nafta Brent e Londrës ka fituar 3.49% të vlerës në sesionin e sotëm dhe i është drejtuar nivelit të 105 dolarëve, tregtohet në 104.83 dolar. Nafta bruto amerikane gjithashtu është rritur me 3.97%, kuotohet në 99.21 dolar. Edhe diferenca mes dy benchmarkëve është ngushtuar ndjeshëm në rreth 5 dolar në favor të naftës Brent, ndërkohë javën e kaluar, në fillim të javës kaluar, kjo diferencë ishte në mbi 12 dolar gjithmonë në favor të naftës Brent. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 2.37% të vlerës dhe kuotohet në 1.183.12 dolar për tonë. Rritja në ditën e sotme mund të sinjalizojë se shumë shpejt mbase sot, mbase nesër, mund blidhet bordi i transparencës në vendin tonë dhe të rishikojë në rritje çmimet e naftës dhe të benzinës, si çmimet e shitjes me shumicë, ashtu edhe ato me pakicë. Ndërkohë në tregun e metaleve të çmuara, vjetre një tendencë në rënje e arit në sesionin e sotëm për të njëjtën arsye, frikës për rikthimin e konfliktit në lindjen e mesme që mbështesin më shumë të çmimet e naftës dhe ushtrojnë presion mbi metalet e çmuara. Për këtë arsye ari ka humbur 1% të vlerës në sesionin e sotëm, kuotohet në 4.683.5 dolar për oncë. Argjendi vjon qëndroi në rritje të lehtë me 0.24%, kuotohet në 81.06 dolar dhe platini ka humbur 0.65% të vlerës, kuotohet në nivelin e 2045.9 dolarëve për oncë. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara vjojnë të jenë fokusuar edhe tek dhënat ekonomike të cilat sinjalizojnë në mënyrë të tërthotë politikat që mund ndjekin bankat qendrore më të mëdha të botës, në mënyrë të veçantë Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platini, sikurse e tham, tregtohet në 2045.9 dolar në rënje me 0.65%. Ndërkohë bursat europiane po qëndrojnë me ndryshime të vogla, ka një performancë mikse, disa indekse publikojnë fitime, disa tjera publikojnë humbje, pikërisht për shkak të ngërçit negociatat për paqen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në këtë mënyrë, investitorët në rang global presin të mësojnë më tepër se çfarë do ndodh pas këtij refuzimit, propozimit nga Shtetet e Bashkuara. Ditën e dieshme presidenti amerikan Donald Trump në Truth Social tha se propozimi i Iranit për paqe është tërësisht i papranueshëm dhe kjo ka bërë që investitorët të friksohen më saktë faktit se mund të rifillojnë sulmet, madje nuk përjashtohet këtë herë edhe një ndërhyrje ushtarake e Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit për faktin se kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi ditën e dieshme kur u pyet se si supozohet të merret uraniumi i Iranit. Ai tha, duhet futemi atje ta marrim dhe të largohemi nga vendi.
kjo nuk e përjashton mundësinë e një ndërhyrje ushtarake të koordinuar mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. FTSE 100 i Londrës është i vetmi që publikon fitime me 0.36%, të gjitha indekset e tjera janë në rënje. DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë humbur 0.06 dhe 0.53%, indeksi zyrtarit CMI dhe FTSE MIB i Milanos janë në rënje me 0.07 dhe 0.12% të vlerës. Ndërkohë, në fokus të investitorëve gjatë kësaj jave, më vonë gjatë javës, do tjetë edhe vizita e presidentit Amerikan Donald Trump në Kinë, ku i do takohet me homologun e tij Xi Jinping dhe do diskutojnë çështje të rëndësishme duke nisur nga tregtia midis dy vendeve, tregtia e mineraleve të ralla, kontrolli i eksporteve, por njëkohësisht edhe tensionet gjeopolitike, sidomos konflikti në lindjen e mesme me Iranin. Për këtë arsye, pritet që ky takim, kjo vizitë e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë të jetë mjaft e rëndësishme. Ndërkohë do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street, përsa i përket ditës së premte të javës kaluar, ku vjet re një tendencë në rritje. Dow Jones ka fituar 0.02%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 1.71 dhe 0.84% të vlerës. Do të shohim shkurtimisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet kryesojnë aktualisht nga SAP në rritje me 1.18%, Heidelberg Materials, Infineon, Sartorius dhe Rheinmetall janë në rritje nga 0.69 deri në 0.9%. Në anën tjetër, në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet nga sektori i mineraleve, sektori i energjisë, por njëkohësisht edhe kompanitë financiare. Presim tabelën për të parë kompanitë cilat realizojnë humbje në sesionin e sotëm në bursën e Frankfurtit. Hannover Rück ka rënë me 2.94%, Beisserdorf, Continental, Munich Re dhe BMW janë rënje nga 1.08 deri në 1.32% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.